Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha denoncon ministra dhe deputet që sipas tij janë të lidhur me bandat dhe krimin. Teksa prezantoi programin e Partisë Demokratike për sigurinë dhe rendin, Berisha akuzoi edhe kryeministrin Rama si padrino dhe kryebashkëpunëtor me krimin. Ai deklaroi gjithashtu se një ditë më parë u arrestua një bashkëpunëtor trafikant i drejtorit të policisë, por oficerëve u bë reprezalje për ta liruar. Sot jemi në një situatë kundërt për fatin e keq. Rendi dhe siguria janë në duart e krimit, ku në qeveri ka ministra që janë marrë me porosi vrasjesh, ka ministra që janë marrë me benefite nga trafiku i drogës. Vetë kryeministri është një padrino që mban koordinator për veprimtarinë e bandave. Vetë kryeministri është ndëruar në kryebashkëpunëtor i organizatave kriminale, të cilave po u krijon mundësinë e artë të investimit miliarda eurove të tyre në Shqipëri. Në këto kulla që mbijnë dhe që tani do përhapen në qytete të tjera, në këto kulla që janë monumente më të shëmtuara të drogës dhe krimit, sot në kryet policisë së shtetit është një bashkëpunëtor i bandave, një i emëruar i tyre. Ky drejtor Matriksi, ta quajmë kështu edhe dje apo pardje, arrestuan një bashkëpunëtor të tij trafikant dhe u bën reprezalje tek oficerët e policisë që arrestuan atë për lirimin e tij. Rendi dhe siguria është në duart e krimit. Krimi urdhëron emërimin dhe shkarkimin e drejtorëve. Krimi emëron deputetët, si Çyrbia ka edhe të tjerë. Krimi urdhëron emërimin e ministrave, denoncon Berisha.